thoni se mban Italia dhe Franca. Së paku të njëri prej shteteve, pra te Italia. Jo, nuk mendoj që raportet mes Shqipërisë dhe Italisë janë të atilla që Shqipëria të kërkoj favore për Kosovën nga Italia, kur Shqipëria kërkon favore për vetveten dhe Italia ato i bën. Do thotë, mbështetja e Italisë për Shqipërinë është më e madhe nga Bashkimi Evropian pa asnjë dyshim. Është mbështetje politike, ka qenë e përhershme pothuajse, dhe falë kësaj Shqipëria ka bërë një avancim të jashtëzakonshëm në procesin e negociatave të antarësimit. Për 7 muaj ka hapur më shumë kapituj se Serbia për 10 vite. Mirë po, Shqipëria është shtet, Kosova është shtet. Jemi shtete vllazërore, do t'i quajmë si të dojmë, po secili është shtet i pavarur. Secili është shpinë e vet. Po. Dhe Shqipëria nuk do i prish punët vetes për të bërë diçka për Kosovën. Ndonë se sjellja e Shqipërisë ka ndryshuar shumë pas Banjskës, është përshtypje që në paraqitjet ndërkombëtare Shqipëria nuk e ka më atë mirëkuptimin që ka pasur për sjelljen e Serbisë para Banjskës. Këtu është vërejtur një ndryshim. Pozitiv për ne. Po, pozitiv. Do thotë, tash përshtypja është që në Kosovë nganjëherë kanë probleme në komunikim me autoritetet e Kosovës, sepse ose sjellën që ne do të dëgjojmë çfarë do të thotë Bashkia Ndërkombëtare, ose ne jemi të pavarur, ne vendosim vetë dhe nuk e pyesim askën tjetër. Kështu që është problem në balancimin e këtyre raporteve. Mirë po, do thot nuk i takon, nuk i di tash. Nuk bën të presim as ne më shumë, sepse fundja ata këto kartat i përdorin për veten, jo për Kosova nuk ka mbështetje të pakushtzuar nga askush, as nga Shqipëria. Do thot nga aspekti, çka do që të bëni ju, ne do ju mbështesim. Për shembull, Rusia thot, çka do që të bën Serbia, ne jemi në anën e Serbisë. Për Kosovën këtë se thot askush, as Shqipëria, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as Gjermania. Do thot na mbështesin përderisa ata mendojnë se ne kemi të drejtë. Ndërsa të mos harrojmë, Shqipëria ishte në shtetet e para që i vendosi sanksioni Kosovës, duke ndoshta në koordinim apo jo me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishte në të njëjtën kohë, mirë po në atë kohë Shqipëria mendonte që Kosova po bën gabim dhe u pajtua me masat dhe i vendosi ato masa në fuqinë e Shqipërisë që ishte në formën e anulimit të një takimi të përpashkët qeveritare. Do të themi edhe një herë për pak minuta se jemi në fund tek takimi i Brukselit, meqense ju këtë ditë jeni këtu, nuk jeni atje për të parë nga afër se çfarë ndodhi nga ky takim, thatë që për formalitet më shumë mbase se. Jo, nuk është vetëm për formalitet, ka dhe vërtet përmbajtje se takimet dje janë zhvilluar gjatë tërë ditës dhe kanë qenë të përbashkëta. Do thotë nëse palët kanë gatishmëri, ka shumë çështje që mund të lëvizin. Jo krijimi i asociacionit dhe antarësimi i Kosovës në OKB me pajtimin e Serbisë, mirë po zbatimi i marrëveshjes për energji, njohja e dokumentave. Këtu interpretua sikur kjo qeveri nuk ka më legjitimitet të shkojnë në Bruksel. A ka mundur këtë moment qeveria të shmang këto takime, të thotë që nuk kemi institucionet konstituara dhe nuk mund të shkojmë, apo e ka obligim sa herë ti thret? Brukseli do të paraqitet. Kjo qeveri, megjithatë është qeveri. Kosova nuk është pa qeveri. Është qeveri në largim, qeveri në dorëheqje, qeveri teknike, si do që ta quash një lloj qeverie është, sepse kur s'ka qeveri është anarki, Kosova nuk është anarki. Dhe ata që ekzistojnë, çfarëdo që të jenë, kanë obligim që të përgjigjen në thirrjet e Bashkisë Ndërkombëtare. Tash nuk besoj që kanë ndonjë legjitimitet që të marrin përsipër ndonjë përgjegjësi të madhe në emër të Kosovës, por për të zbatuar ato marrëveshje për të cilat Kosova është pajtuar në të kaluarën, nuk shoh asnjë pengesë. Po, menjëherë pas takimit zoti Bislimi deklaroi se Sorensen ka një vizion të qartë se do të shkojë dialogu. Mos është i ngutshëm ky deklarim? Apo vërtet ka pasur përmbajtje të tillë sa që na bën të kuptojmë që vërtet ka një rrugë tjetër për te asaj që kemi parë për vite, e s'ka prodhuar asgjë? Po edhe në të kaluarën vizioni ka qenë i qartë, por nuk është zbatuar. Do thotë mund të konfirmoj se Sorensen është një njohës jashtëzakonisht i mirë i Kosovës, i Serbisë, i rajonit, ka qenë në Bosnjë-Hercegovinë, ka qenë në Kosovë në fillim të mandatit, ka qenë përfaqësues i BE-s në Beograd për lidhje me Kosovën, i njeh edhe në probleme teknike edhe politike që të gjitha. Dhe ai nëse do të ketë mbështetje politike në nivelin më të lartë nga shtetet anëtare të BE-s, mund të lëvizë gjërat përpara. Por prap po kufizohem në zbatimin e asaj që është arritur deri më tash,
por jo në arritjen në ndonjë marrëveshje të madhe politike, sepse aty do të duhet angazhimi i nivelit më të lartë nga ana e Bashkimit Evropian dhe shtetet anëtare, dhe angazhim nuk do të ndodhë në nivel të kryenegociatorëve, duhet të ndodhë në nivel të kancelarit gjerman, presidentit francez, kryeministres italiane dhe disa vendeve tjera, e ato nuk ndodhin me kryenegociatorët, apo ndodhin edhe me presidenten e Kosovës apo apo kryeministrin më të në një konferencë për Kosovën? Pa nevojë të ketë konferencë. Është që mbase nuk është ide e mirë të ketë një konferencë të tillë. Jo, se konferencat bëhen për armëpushime, për zgjedhje, për marrëveshje paqësore. Po referon ide së Ramës, që hodhe kështu. Nuk e di që a ka qenë ndonjë ide e përpunuar apo e ka dëgjuar nga dikush, mirë po do të thotë në mes të Serbisë dhe Kosovës ka marrëveshje të shumta të cilat po të zbatoheshin vërtet do e përmirësonin dukshëm situatën dhe do i relaksonin raportet. Dhe Kosova vërtet do të avansonte, por edhe Serbia do të avansonte drejt BE-s. Të mos harrojmë se Serbia i ka praktikisht të bllokuara negociatat e anëtarësimit. Për më shumë se 3 vite nuk ka hapur asnjë kapitull. Ndërkohë që thash, Shqipëria për 7 muaj ka hapur 24. Dhe e ka tejkaluar Serbinë në këtë rrugë. Por as Kosova, as Serbia nuk po lëvizin. Kështu që zbatimi i marrëveshjeve do të mundëson. Kosova ka interes të mos lëviz shkakuj asociacionit, Serbia ku e ka interesin të mos lëviz. Po e pret epilogun e luftës në Ukrainë? Si kjo është pyetja e fundit, sepse na mbaroi koha. Ndoshta e ka pritur ardhin e presidentit Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të rikthyer ndoshta disa ide që kanë qenë të papranueshme në të kaluarën dhe mund të bëhen të pranueshme tash. Mirë po, Serbia heziton të zbatojë ato obligime që përforcojnë shtetësinë e Kosovës për të pritur një moment më të mirë për ta. Prandaj prap edhe problemi tjetër pse Serbia nuk i zbaton. Shkaku i Kosovës po sakrifikon krejt rrugën e vet evropiane. Po unë nuk jam i sigurt se Serbia dëshiron të antarësohet në Bashkimin Evropian. Prandaj edhe kam shkruar disa herë se ka qenë gabim i BE-s që fatin e zbatimit të marrëveshjes e lidh vetëm me kurrëzimin e Serbisë në rrugtimin evropian. Çka ndodh me obligimet e Serbisë nëse Serbia thotë nuk duam të hyjmë në Bashkimin Evropian, siç ka thënë Islanda ta zëm. Cili është fati atëherë i marrëveshjes. Prandaj marrëveshje dhe i tërë dialogu është dashur të konceptohej në një mënyrë tjetër, që të jetë i qartë kurrëzimi dhe pasojat për ata që nuk i zbatojnë obligimet. Në rastin e Serbisë të ketë edhe pasoja tjera e jo vetëm ndalja apo ngadalësimi i rrugtimit përkatës evropian. Faleminderit shumë Augustin për këtë bisedë, na përfunduan minutat, ka shumë çështje që nuk arritëm